Ish kryetari i komunës së Koçanit në seancën e sotme për tragjedinë në diskotekën Puls zbuloi se në tetor të 2012-s, përpara se diskoteka të fillonte zyrtarisht punën, ai dërgoi letër Ministrisë së Ekonomisë duke kërkuar informacion dhe tha se kurrë nuk i është kthyer përgjigje. E them me përgjegjësi se nuk kam asnjë faj për këtë rast dhe do ta vërtetoj këtë gjatë procesit, ndërsa para gjithëve këtu them se ju premtoj se as unë dhe as mbrojtja ime në asnjë rast nuk do ndërmerret asnjë veprim për të anuluar ose prolonguar procedurën gjyqësore. Ndërsa Lupço Papazovi, i cili ishte kryetar kur ndodhi ky rast, deklaroi se në ditën kritike ai mobilizoi administratën komunale dhe vetën për të vënë në dispozicion të shërbimeve kompetente dhe nga perspektiva njerëzore dha dorëheqje për arsye morale. Duke u bashkuar fjalës hyrëse të avokatit tim mbrojtës, duhet të deklaroj se në këtë sallë gjyqi do të paraqiten shumë argumente dhe fakte që mund të mos i pëlqejnë disave, por do të jenë hapi i parë ose sinjali i parë se jeni në rrugën e duhur drejt përcaktimit të së vërtetës. Mbrojtja e inspektorëve të ndërtimit të akuzuar në rastin Puls në fjalët hyrëse thanë se shkaku i tragjedisë nuk ishte për shkak të defekteve të ndërtimit në strukturën e objektit dhe se inspektorët nuk mund të kishin vepruar sepse nuk kishte raport ose urdhër për mbikëqyrje inspektuese. Dhjetra telefonat celular dhe laptopi që u gjetën në qelinë të akuzuarit Xhevael Kambeli në burgun e Shutkës, ku ai po qëndron në paraburgim, nuk ishin të tijat. Kështu tha avokati i tij Naser Raufi pas vërtetjes së gjykatëses Diana Gruevska Ilievska, që ja dha seancën e kaluar të akuzuarit, i cili tha se 13 telefona celular dhe një laptop u gjetën në qelinë e Kambelit. Sipas Raufit, pronari i telefonave dhe kompjuterit vetë është paraqitur dhe e ka pranuar se janë të tijat. Në nisje të seancës së sotme para sallës ku po zhvillohet gjykimi për Koçanin në Idrizov, nga familjarët e viktimave të tragjedisë u vendos një transparent në të cilin ishin të vendosura fotografitë të rinjve që kanë ndërruar jetë në atën e kopshme dhe nën to qëndronte mbishkrimi: 16 mars 2025, 63 hije do ju ndjekin, çdo shikim kërkon drejtësi. Transparenti u vendosi kthyer me pamje nga parkingu prej ku vinin të akuzuarit. Në seancën e kaluar të gjithë 35 të akuzuarit u deklaruan se nuk ndjehen fajtor, kurse 3 subjektet juridike të akuzuara e hodhën poshtë aktakuzën.